Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës kanë arrestuar në flagrancë shtetasen ZN 43 vjeçe banuese në Vlorë, pasi dyshohet se në banesën ku jetonte së bashku me prindrit e saj gjatë një konflikti në familje ka dëmtuar me mjet për rrethik babain e saj, shtetasin KG 74 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Sarandës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për një shtetase të mitur, 15 vjeç, banuese në lagjen nr. 2 Sarandë, pasi dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta, ka goditur me grush babain dhe gjyshen e saj. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarandë kanë arrestuar shtetasit KM 48 vjeç banues në Vlorë, pasi në rrugën Sazani duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur është përfshirë në një përplasje me dëme materiale. M 60 vjeç banues në Sarandë, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë në rrugën Skënderbeu Sarandë duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur. Materialet janë referuar prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme hetimore.